Dorëzohu Zotit tani. Mësimi nga i madhi Ramana Maharshi. Nëse jeni duke parë këtë video apo duke dëgjuar këtë mesazh, nuk është rastësi. Është një thirrje nga shpirti juaj, një përshpëritje e dëshpëruar nga zemra juaj. Lexoni fjalët, dorëzoni ndaj Zotit tani, dhe diçka brenda jush u prek, sepse e dini thellë brenda jush sa e rëndë është bara që mbani. Po flas për atë peshë të qenit i fortë gjatë gjithë kohës, të qenit i detyruar ta kesh të gjitha përgjigjet, të luftuarit vetëm kundër hankthit, frikës nga e ardhmja dhe plagëve të së kaluarës. Është një lodhe që ju konsumon nga brenda, një vetmi që askush nuk e sheh. Jeni të lodhur apo jo? Të lodhur nga lufta. Nëse jeni këtu, është se keni nevojë për të lehtësim. Dhe duhet që ta dini se nuk jam këtu për t'ju dhënë më shumë rregulla ose më shumë gjëra për të bërë. Jam këtu për t'ju ndihmuar të lironi atë barë që mbani prej kaq kohësh. Së bashku do të eksplorojmë një rrugë të mësuar nga Ramana Maharshi që mund t'ju sjellë një paqe që mund të mos e besoni se është e mundur. Qëndroni me mua, kjo video ka 7 pjesë dhe e fundit është një ftesë praktike për ju që të ndjeni këtë dorëzim. Pikërisht tani, këto që po lexoj unë janë marrë nga një video e Ramanës, e keni në YouTube. Ju lutem, lejoni veten të merrni këtë ndihmë. Pjesa e parë, agonia e vetbesimit. Burimi i lodhjes sonë më të thellë është një besim që na është mësuar ta mbajmë si virtyt. Besimi se ne jemi në kontroll. Pa ne kontrollojmë gjithçka, është në dorën tonë. Që në moshë të vogël na është thënë të marrim kontrollin, të bëjmë gjërat të ndodhin, të jemi ne zotër të fatit tonë. Kjo krijon një identitet që uni, egoja, që është menaxheri vetëm jetës sonë, sikur ne kemi në dorë gjithë botën. Ky menaxher egoist, i ngarkuar me një punë të pamundur për të kontrolluar çdo rezultat, për të parandaluar çdo dhimbje, për të siguruar një të ardhme të përsosur dhe për të rregulluar çdo gabim të së kaluarës. Pesha e kësaj përgjegjësie është dërmuese, është burimi i gjithë ankthit ton. Kjo përpjekje e vazhdueshme për kontroll manifestohet si monolog i brendshëm i pamëshirshëm. Mendja bëhet theofrenetik, që të mban 24 orë në ditë me fiksime, analizon kërcënimet, mikromanagjon çdo detaj dhe drejton skenar të pafund, po sikur kështu, po sikur ashtu. Kjo bisedë mendore nuk është vetëm zhurmë, është një tingull i një tendosi të madhe, një stres, është një tingull i një vetmie të vogël që përpiqet të mbajë të gjithë oqeanin e jetës. Kjo luftë e shteron forcën tonë jetësore, duke na lënë të ndihemi të brisht, të stresuar dhe vazhdimisht në ankth, të paaftë për të pushuar, edhe kur flem. Ramana Maharshi e pa këtë agoni me qartësi të përsosur. Ai mësoi se kjo ndjenjë e të qenit vepruesish është iluzioni themelor. Ne besojmë se jemi ne ata që e bëjmë diellin të lindë, që i bëjmë zemrat tona të rrajnë, që mbajmë miliarda galaktika, që i bëjmë mushkrit tona të marrin frymë, tresim ushqimet e tjera. Por nuk jemi. Një fuqi më e lartë, një inteligjencë më e madhe tashmë po e menaxhon të gjithë kozmosin me përsosmëri të palodhur. Vuajtja jonë vjen nga besimi arrogant se vullneti ynë i vogël personal duhet të jetë në kontroll, i ndarë nga kjo rrjedhë universale. Pasojat e këtij iluzioni përhapen në çdo cep të ekzistencës sonë, në marrëdhëniet tona. Nevoja për të kontrolluar na bën manipulues ose të friksuar, të stresuar. Në shëndetin ton, stresi kronik i kësaj mbështetje në vetvete
manifestohet si sëmundje. Në financat tona krijon një frikë të vazhdueshme nga mungesa. Jetojmë sikur po mbajmë një çantë shpine masive dhe të rënd plot me gur, duke besuar se çdo gur i vetëm është përgjegjësia jonë personale për ta mbajtur. Nuk mendojmë kur të pyesim nëse duhet të mbajmë çantën në shtëpinë. Mendoni për një varg të vogël në mes të oqeanit gjatë një stoije. Personi në varg përpiqet me tërbim të kontrollojë valët, duke i bërtitur herët dhe duke përpjekur të lundrojë kundër fuqisë së madhe të detit. Është një luftë e kotë, e tmerrshme dhe shtërruese. Dorëzimi në mënyrën se si na mëson Ramana Maharishi nuk ka të bëjë me dorëzimin dhe lënien e varkës të fundosit. Është realizimi i thellë se nuk je ti varka, as personi në të. Ti je vetë oqeani. Hapi i parë drejt këtij çlirimi është thjesht të pranosh koston e kësaj betejë. Do të thotë të pranosh me ndershmëri radikale strategjia jonë e kontrollit nuk po funksionon. Nuk na ka sjell paqen që dëshirojmë. Nuk na ka sjell. Na ka sjell vetëm dhimbje dhe lodhje. Ky pranim i sinqert nuk është shenjë dobësie, është fillimi i forcës së vërtetë, është qarje në digën e egos, përmes së cilës më në fund mund të fillojë të rrjedhë hiri një fuqie më të lartë. Le të ndalim për një moment. Duhet një lloj inteligjence e caktuar për të qenë interesuar në këtë temë. E qartë dikush që nuk është i kënaqur me përgjigjet sipërfaqësore. Dua vërtet pjesa e dytë. Kishte diçka që thotë që kush të dojë mund të lidhet me atë videon, me këtë që jep këtë për sqarime të tjera e për të bashkëpunuar. Kush si e ke emrin e tjera. Nuk po lexoj atë. Dyshi, çfarë është dhe çfarë nuk është dorëzimi? Fjala dorëzim është thellësisht e keqkuptuar në kulturën tonë. Ne e bazojmë atë me humbje, me dobësim ose me fjalë shkatrim, dorëzim komplet. Ne imagjinojmë një ushtar që ngre një flamur të bardhë në fushën e betejës, por në kontekstin shpirtëror të mësuar nga Ramana Maharishi, dorëzimi është akti përfundimtar i guximit dhe inteligjencës. Nuk është dobësim. Është një dorëzim i vetëdijshëm dhe i gatshëm, dorëzimi i barës, i frikës dhe i jetës suaj, një fuqie pafundësisht më të madhe dhe më të mençur se ego e juaj, e kufizuar. Ego e juaj e kufizuar. Dorëzimi nuk është pasivitet, gjumë, dembelizëm. Nuk do të thotë të ndaloni se vepruarit të punojnë në botë. Ju prap shkoni në punë, kujdeseni për familjen tuaj dhe bëni plane. Dallimi është në qëndrimin e brendshëm, qëndrimi mendor. Ju kryeni veprimet, por lironi lidhjen tuaj me rezultatet. Kjo është edhe esenca e Bhagavad Gitës. Ju bëni pjesën tuaj, por ja besoni rezultatin Zotit, ose universit, ose vetës. Vetës lartë pa. Kjo është shkëput ego nga procesi, i cili është vendi ku jeton i gjithë ankthi. Fani. Egoja është e fiksuar me rezultatet, me përfundimet, me përfitimet. Zemra e dorëzuar gjen paqen e këtë veprim. Ku dorëzohet e Perëndia, te vetdia. Imagjinoni një kirurg të aftë që kryen një operacion kompleks. Ai përdor të gjithë njohuritë, të gjithë përqendrimin, të gjithë diturinë, të gjithë aftësitë e veta, bën më të mirën për këtë operacion. Por në fund të fundit, kirurgu e di se vetë procesi i shërimit është një mister për te kontrollit të tij. Ai mund ta heqë mirë atë papastërtinë e operacionit, mund ta qepi mirë plagën, por nuk mund ta bëjë atë të shërohet. Kjo është në duart e një force më të madhe jetësore.
Ajo bën pjesën e saj dhe pasaj dorëzohet nga rezultati, heq dorë. Ky është qëndrimi i veprimit efektiv dhe paqësor. Ramana Maharshi shpjegoi se ka dy rrugë për të përbërë egon. Rruga e vetëtimit, kush jam unë, e kemi thënë më parë atë, dhe rruga e dorëzimit. Ato janë si të dy anët e së njëjtës monedhe. Në vetëtim, ju zbuloni se egoja është një iluzion. Në dorëzim, ju i afroni atë iluzion Zotit derisa të shpërbëhet. Të dyja rrugët çojnë në të njëjtin destinacion. Një jetë të lirë nga tirania e identitetit të egos. Pra dihet që ego është djalli. Së pari, ky akt i dorëzimit është një lehtësim i thellë. Është ndjesia e lëshimit më në fund të asaj çante shpine të rëndë që kujtuam përpara, që e mbajmë në kuriz. Mbajmë një çantë të rëndë me gur ne, e mbajmë sikur ne jemi përgjegjës për çdo gur. Dhe kemi mbajtur për një jetë të tërë atë në kuriz. Tash ju e kuptoni kur dorëzojeni që nuk është kur destinuar ta mbanit ju, ta mbanit vetëm. Tensioni në shpacat tuaj fillon të lirohet. Se ulët çantën tash. Planifikimi. Stresi në mendjen tuaj fillon të qetësohet. Ju fillon të ndjeni të mbajtur, të mbështetur dhe të kujdesur nga një prani mirëdashëse që ka qenë aty gjatë gjithë kohës, duke pritur që ju thjesht ta lironi atë. Pra lërni idenë se dorëzimi është dobësi. Është forca më e madhe, më e lartë, është monçuria të pranosh se një valë e vetme nuk mund të kontrollojë oqeanin, por mund të gjejë paqe duke kujtuar se është oqeani. Është zgjedhja për të ndaluar së luftuar rrymën e jetës dhe për të liruar atë t'ju çojë në besim. Me besim drejt një bregu paqe të paimagjinueshme. Nëse dorëzimi është kaq lirues, po pse atëherë është kaq i vështirë? Përgjigjja është e thjeshtë. Egoja, ndjenja një veti të veçantë, është e tmerruar për saj. Dorëzimi është vdekje për egon. E gjithë ekzistenca e egos bazohet se besimi se është ajo që bën diçka. Ajo është vepruesi, kontrolluesi, përgjegjësi. Të dorëzohet do thotë pranosh se nuk është ajo. Ky është një kërcënim i drejtpërdrejtë për mbijetesën e egos. Dhe ajo do të luftojë me gjithë fuqinë e saj, do t'i rezistojë këtij dorëzimit. Arma kryesore e egos kundër dorëzimit është frika. Do të përmbys mendjen tuaj me 1000 skenare. Po sikur kështu, po sikur ashtu, po sikur andej, po sikur këtej. Nëse unë ndryshoj, thot ajo, gjithçka do të shëmbet. Nëse i besoj Zotit, dhe dorëzohem tek ai, po sikur ai mos më ndihmoj. Nëse nuk kam kontroll, kush do të më mbrojë mua, nëse nuk mbrohem vet? Këto mendime janë të dizenjuara për të mbajtur të mbyllur në burgun e vetëmbështetjes, duke u bindur se muret e burgut janë aty për sigurinë tuaj. Një tjetër mjet i fuqishëm rezistence është krenaria. Egoja është krenare për pavarësinë e saj, forcën e saj, aftësinë e saj për të përballuar gjërat vet. Të dorëzohesh, ndije se një disfat poshtruese. Ndije se të pranosh se nuk je mjaftueshëm i mirë, jo mjaftueshëm i fortë. Kjo krenari shpirtërore mund të jetë një pengesë e madhe. Egoja do të preferonte të vuante në këtë pavarësi krenare se ta të gjende paqe në dorëzimin e përulur. Do të preferonte të ishte kapiteni një anije që përfundoses sesa një pasagjeri përulur në një anije të udhëhequr nga Zoti. Ego gjithashtu do të përpiqet të përfaqësojë vetë procesin. Do të shndrojë dorëzimin në një detyrë tjetër që duhet përsosur. Apo dorëzohem sakt? Duhet të përpiqem më shumë të dorëzohem. Ky është truku më i zgjuar i egos, duke shtruar aktin e lëshimit në një formë tjetër kontrolli. Dorëzimi vërtet nuk është një akt përpjekje me forcë, është një akt lejimi i butë, është një zbutje, një dorëzim
një çlirim. Mendoni për një grusht të shtrënguar. Egoja është tensioni atë grusht. Ka qenë shtrënguar për aq kohë sa ka harruar si të jetë një dorë e hapur. Muskuj i të vendosur dhe mendimi i lirimit ndihet i panatyrshëm dhe madje i rrezikshëm. Po sikur të hapet dhe mos ketë asgjë atje, po sikur të hapet ato mbase të pak që mbante, dorëzimi është procesi i butë. Gisht pas gishti i lejimit atij grushtit të hapet dhe të relaksohet. Për ta kapërcyer këtë rezistencë, ne nuk luftojmë egon. Kjo do të ishte që ego lufton veten. Në vend të kësaj, siç mësoi Ramana Maharshi, ne thjesht i shohim mashtrimet e saj, ne i vëzhgojmë mendimet e frikshme pa i besuar ato, fantazitë e egos. Ne e vërejmë krenarin pa i gjykuar atë. Ne e shohim përpjekjen për të kontrolluar procesin e lëshimit. Duke ndriçuar dritën e vetdijes mbi rezistencën e egos, ajo fillon të humbas fuqinë e saj. Pra duke kuptuar ne këtë egon, ajo fillon të humbas fuqinë e saj. Ne shohim se frika është vetëm një mendim, krenaria është vetëm një ndjenjë dhe kontrolluesi është vetëm një iluzion. Pjesa e 4. Praktika e dorëzimit të saj, të egos, dorëzimi nuk është vetëm një koncept filozofik, është një praktik moment pas momenti. Është arti i dorëzimit të saj. Kjo praktik mund të fillojë tani në këtë moment. Fillon duke identifikuar barën specifike që mbani, stresin që mbani. Ndani një moment për të ndjerë ato. Arrini një moment shifni ato strese që keni. A është një shqetësim për parat, një frikë për shëndetin tuaj, një konflikt në një marrëdhënie, një keqardhje për të kaluar, ndjeni peshën atij problemi specifik në mendjen dhe trupin tuaj. Pasi ta keni identifikuar këtë barën, ju e dorëzoni atë me vetëdije dhe qëllimisht. Mund ta bëni këtë përmes një lutje të thjeshtë, të heshtur ose pohimi. Mund të thoni: Zot, nuk mund ta mbaj më këtë. Po ja jap juve këtë problem. E vendos në këmbët tuaj, u bë vullnet të hyt. Fjalët nuk janë aq të rëndësishme, sesa ndjenja mbas tyre. Është një transferim i vërtet i përgjegjësisë. Po e shkarkoni këtë stresin, të fiksimin e tërbuar në mendjen tuaj, dhe po ja dorëzoni kompaninë një kryetari të ri, pa fundsisht të mençur. Imagjinoni si kur po mbani një copë qymyr të ndezur që po digjet në dorë, po i shkakton dhimbje të madhe. Praktika e dorëzimit është thjesht akti i hapjes së dorës dhe lëshimit të qymyrit. Nuk ka nevojë të analizosh qymyrin, të kuptosh pse është i nxehtë ose të gjesh një mënyrë më komplekse për të hequr qafe. Thjesht hape dorën, lëshohet në tokë. Çdo shqetësim, çdo frikë, çdo pakënaqësi është një qymyr që digjet në dorën tonë. Praktika është të vëresh se po i përmbahesh dhe të zgjedhësh me vetdije të hapësh dorën. Kjo praktikë mund të zbatohet për gjithçka. Kur zgjohesh në mëngjes, mund ta dorëzosh ditën. Zot, kjo ditë është e juaja. Udhëhiqi veprimet e mia. Fol përmes fjalëve të mia. Kur të përballesh me një detyrë të vështirë, mund ta dorëzosh rezultatin. Do të bësh mos për punën, ta bëj sa më mirë, me dashuri, me përqendrim, por rezultati është në duart tuaja, o Perëndi. Kur lind një kujtim i dhimbshëm, mund ta dorëzosh këtë kujtimin. Unë ta jap të kujtim për shërim. Çdo akt dorëzimi është një moment çlirimi. Kjo nuk është një ngjarje e menjëhershme. Nuk arrihet kjo me një të thënë. Është një praktikë e vazhdueshme. Egoja do përpiqet të marrë përsëri barën. Shpesh vetëm pak minuta pasi e keni dhënë atë më një anë. Mendja do fillojë të shqetësohet përsëri.
të vini re këtë, nuk e qërtoni vetën, thjesht butësisht dhe me durim e dorëzoni atë vazhdimisht. Çdo herë që e bëni këtë, po e dobësoni zakonin e kontrollit dhe po forconi muskulin e besimit. Po dobësoni egon dhe shtohet vetbesimi real, pra si thosh ajo besimit perëndi, që është perëndia që po e bën. Kjo praktikë sjell një ndjenjë të menjëhershme lehtësimi. Është ndjesia një peshë të madhe që po ju hiqet nga supet. Mund të mos e dini se si do zgjidhet problemi, por keni një ndjenjë të thellë paqe, duke e ditur se nuk është më puna juaj. Ta zgjidhni vetëm. Nuk ja keni besuar një fuqi që ka mençurinë dhe aftësinë për të hetuar të mënyrë pra? Ja keni besuar një fuqi që ka mençurinë dhe aftësinë për të hetuar në mënyrë më të përsosur. Pjesa e 5. Besimi në dorën e padukshme. Zemra e dorëzimit është besimi. Është besimi pa lëkundur se ekziston një inteligjencë dashamirëse që udhëheq universin dhe se kjo inteligjencë ka interesat tuaja më të mira në zemër. Ajo bën më të mirën për juve. Kjo është shpesh pjesa më e vështirë për mendjen moderne, e cila është trajnuar të besojë vetëm atë që mund të shohë. Ta masi dhe ta provojë. Dorëzimi na kërkon të besojmë një dorë të padukshme, dhe kemi besim në një proces që nuk mund ta kuptojmë plotësisht. Ky besim nuk është besim i verbër, është një besim që mund të kultivohet dhe të provohet nëpërmjet provojës. Filloni me gjëra të vogla. Dorëzoni një shqetësim të vogël si gjetja një vend parkimi dhe shikoni çfarë do të ndodhi. Dorëzoni një stresim të vogël dhe bashkoni ndjenjën e paqes që vijon. Ndërsa shihni rezultatet pozitive të këtyre akteve të vogla të dorëzimit, besimi juaj te dorëzimi fillon të rritet. Ju bëheni më të gatshëm të dorëzoni problemet gjithnjë më të mëdha. Mendoni të mësoni të notoni në ujë. Pra, kur fillon noti që mëson, është e tmerrshme në fillim. Çdo instikti juaj është të luftoni, të përpiqeni ta mbani kokën lart. Po një instruktor i mirë, noti do ju thotë relaksoni, shtrihuni dhe besojeni ujit se do t'ju mbaj. Edhe fakti është që ujit të mban vetë. Njerëzit mbyllen më shumë nga frika. Në momentin në fund që ju e besoni, zbuloni në mënyrë të mrekullueshme se uji ju mbështet. Të besosh te Zoti është e njëjta gjë. Duhet të jeni të gatshëm të ndaloni së rauri dhe të lejoni që vetja të mbahet. Ramana Maharshi mësoi se kjo fuqi më e lartë nuk është ndonjë entitet i largët dhe i jashtëm, por është vetvetja juaj e vërtet. Pra dorëzimi ndaj Zotit në fund të fundit është dorëzimi ndaj pjesës më të thellë dhe më të mençur të qenies tuaj. Ju i besoni mençurisë së oqeanit mbi panikun e valës së vogël. Ju i besoni inteligjencës që ju rreth zemrën, që rrit pemët për të balluar jetën tuaj të përditshme. Ky besim ndryshon perceptimin tuaj për jetën. Problemet nuk shihen më si kërcënime, por si mundësi për të praktikuar dorëzimin dhe thelluar besimin tuaj. Sfidat nuk janë më pengesa, por detyra ynore të hartuar për rritjen tuaj. Ju filloni të shihni dorën e padukshme të Hirit në gjithçka, duke udhëhequr, duke u mbrojtur dhe duke orkestruar ngjarjet në mënyrë që mendja juaj kufizuar nuk do t'i kishte koncertuar kur. Jeta bëhet një bashkëpunim, një valle midis përpjekjeve tuaja dhe hirit ynor. Ju bëni pjesën tuaj dhe lejoni Zotin të bëjë të tijën. Kjo largon presionin e tmerrshëm të qenit të detyruar të kuptosh gjithçka vet. Mund të relaksohesh duke ditur se je pjesë e një plani që është shumë më madhështor dhe më i bukur
se çdo gjë që egoja jote mund ta kishe projektuar. Pjesa e 6. Paqja që bën dorëzimi i lirë, rezultati më i njëhershëm dhe më i thellë i dorëzimit është paqja. Është një paqe që mendja nuk mund ta krijojë ose ta kuptojë. Biblia e quan atë këtë paqe që të kalon çdo kuptim. Se nuk është më në mendje, e kalon mendjen kjo paqe. Nuk është paqja e zgjidhjes së gjithë problemeve, por paqja e mosqetësimit më prej tyre. Problemet mund të ekzistojnë prap, por ata e kanë humbur pushtetin e tyre mbi ju, sepse ju nuk i mbani më ato. Kjo paqe manifestohet si një relaksim i thellë në trup dhe në mendje. Tensioni kronik në nofllat, qafun dhe shpalltat tuaja fillon të tretet, të hiki. Stresi fillon të paksohet. E gjeni veten duke marrë frymë thellë. Ka një ndjesi hapësire dhe lehtësimi aty ku dikur kishte shtrëngim dhe luftë. Ne po përgatitemi, nuk po përgatitemi kundra jetës, po rrjedhim me të. Kjo paqe e brendshme çon natyrshëm në një lloj të ri efektiviteti të jashtëm. Për shkak, pra edhe jeta fillon të përmirësohet. Për shkak se nuk veproni më nga një vend frike dhe ankthi, vendimet tuaja bëhen më të qarta dhe më intuitive. Zbuloni se keni më shumë energji, sepse nuk po e humbni më atë me anë të stresit dhe shqetësimit. Ju bëheni më i pranishëm e të dashur në marrëdhëniet tuaja. Meqense nuk jeni të preokupuar me betejat tuaja të brendshme, në mënyrë paradoksale, duke lënë më njarë kontrollin, bëheni më të fuqishëm dhe më efektiv në botë. Ramana Maharishi mishëroi këtë paqe. Ata që ulën në praninë e tij ndjenin një qetësi të thellë që du të qetësonte mendjen. Ramana, pa them nga vetë, nuk fliste shumë. Ai t'i jepte paqen e tij. Edhe kur i thoshin një herë, po nuk po fles shumë, po ti kur s'kupton paqen i thoshe, si do kuptosh fjalët? Unë po t'jap efektin, shijen. Pra, ato që ulën në praninë e Ramanës ndjen një paqe të thellë, mendja e tyre u qetësua. Se lumturia vjen kur qetësohet mendja. Ai ishte një demonstrim i gjallë se është e mundur të jetosh në këtë botë me një paqe të brendshme të palëkundur, pavarësisht nga rrethanat e jashtme. Ai tregoi se kjo paqe nuk është një qëllim i largët, por natyra jonë e vërtet u zbulua në momentin që ndaluam së luftuari, së stresuari. Imagjinoni një glob dëbore. Para që të vazhdojmë, ju pyesim, a keni vështirësi shpirtërore, ankth, depresion, sëmundje apo vështirësi financiare? Dhe këshillon një libër. Ky libër, Si t'i afrohemi Zotit, është për juve, thot, për të zgjidhur këto. Është një frymëzim dhe besim i palëkundër. Gjeni paqe, shpresë dhe një lidhje më të thellë me Zotin. Transformoni jetën tuaj dhe ndani dashurinë e tij. Lidhja në komentin e fiksuar, le të vazhdojmë. Kur e tundni, pra Born, kur e tundni atë skenën, Born, se është përkthy nga Google dhe ca gjëra si janë përkthy mirë. Kjo është një mendje me një gjendje shqetësimi dhe kontrolli. Dorëzimi është akti vendosjes së globit të borës. Nuk keni pse t'i bëni asgjë atij globit të borës. Ndërsa lini të qetë, bora qetësohet natyrshëm dhe skena e bukur dhe paqësore brenda zbulohet. Mendja është e tillë. Pra ka fjalën kur ne vështirësojmë gjën më keq të bëhet. Kur qetësohesh, vetvetiu dhe ato qetësohen. Kur ndaloni së tunduri me shqetësimin, kur ndaloni lidhjen me shqetësimin, del në pa gjendja e saj natyrale, qartësia dhe paqja. Kjo është një paqe që është gjithmonë e disponueshme për ju. Nuk varet nga rrethanat e jashtme, nga rrethanat tuaja.
është drejta juaj e lindur, është qendra e eshtur dhe e palëvizshme brenda jush. Praktika e dorëzimit është thjesht çelësi që hap derën në këtë shenjtore të brendshme, në këtë fuqi hyjnore të brendshme. Është zgjedhja për të kthyer në shtëpi, në paqe që u ka pritur gjatë gjithë kohës. Pjesa e 7. Ftesa juaj 10 minutëshe për liri, tani kemi mbritur në zemrën e kohës së bashku. Kjo nuk ka të bëjë më me teori. Kjo është një ftesë drejt për ju që të përjetoni lehtësimin e dorëzimit, pikërisht këtu, pikërisht tani. Ju kërkoj të jepni vetes disa minuta të ardhshme si një dhuratë. Gjeni një vend të rastshëm për të ulur, ku nuk do të shqetësoheni nga asgjë. Mbyllni telefonin, mbyllni syt dhe merrni disa frymëre të ngadalta dhe të thella. Ngadalë, bushur me frymë, ngadalë. Së pari sillni në mendje barën më të madhe që mbani tani. Çka keni shqetësim më të madh? Mendoni atë dhe ndjeni atë barë. Ndjeni peshën e saj, tensionin që krijon në trupin tuaj, shqetësimin që krijon në mendjen tuaj. Pranojeni plotësisht pa e gjykuar. Kjo është ajo qymyr që digjet duke mbajtur ju fort. Pranojeni një. Tani, në qetësinë e zemrës suaj, foli me atë fuqi më të lartë në çfarëdo mënyrë që duket juaj natyrshme. Mund ta quani Zot, univers, inteligjencë, shpirt, vetëdije, etj. Aty ku ju keni besimin. Me gjithë sinqeritetin që mund ta mbledhni, thoni: nuk mund ta mbaj më këtë vetëm. Jam i lodhur duke mbajtur këtë. Tani po ja dorëzoj të gjithë të problem kësaj krijesës që kishit menduar, pra, kësaj fuqie hyjnore. E vendos këtë barë komplet në duart tuaja. Ju besoj se do ta trajtosh në mënyrën që është më e mira për mua dhe për të gjithë. U bë vullnet yt. Ndërsa thua këto fjalë, krye një akt fizik sikur po shiron pa këtë, e lëshon këtë. Hap duart me pëllëmbët lart në prerë si simbol i lëshimit të gjërave. Vizualizo veten duke vendosur ato barë të rënd në një palë duart të gjëra, të dashura, të hafta. Shikon ndërsa ato duart e pranojnë nga ti. Shikoj këtë, ndjeje. Ndjeje peshën që të hiqet nga supet, nga mendja, nga zemra. Tani për disa minuta të ardhshme, puna juaj vetme është të pushoni, të qetësoni. Mos u përpiqni më të gjeni zgjidhjen. Mos e ngrini problemin përsëri. Nëse mendja fillon të qetësohet përsëri, kujtoj butësisht se po trajtohet e problemi. Mos ki merak, thoj mendjes. Detyra juaj është thjesht të ulni në hapësirën bosh të krijuar nga dorëzimi juaj. Ulshua kjo bara, u krijuar një boshlik aty, arrita e qetësia. Pushoni në ndjenjën e këtij lehtësimi. Vini re, qetësinë, ndjeni paqen. Kjo paqe është prova. Kjo është provoja drejt për drejt e hirit, e hyjnis. Kjo praktik, thjesht për 10 minuta, nëse bëhet me sinqeritet, mund të ndryshojë të gjithë rrjedhën e ditës suaj dhe përfundimisht të ndryshojë jetën tuaj. Ky është çelësi që afroi Ramana Maharshi. Liria nuk është destinacion i largët, është një zgjedhje e momentit të tanishëm. Është zgjedhja për të ndaluar së luftuari dhe për të lejuar veten të ndihmojeni. Ju lutem, jepini vetë këtë dhuratë. Lëreni të shkoj kjo dhe lërjeni Zotit. Paqja që dëshironi është vetëm një dorëzim i larg. Besoj se kjo ishte e vlefshme për ju. Nëse ishte, siguroni që mos e humbisni atë që vjen më pas duke abonuar, thot. Duke ndarë këtë me dikë tjetër, duke ndihmuar dikë tjetër, e cila mund të ndryshojë dhe jetën e atyre. Pra kjo ishte nga Ramana Maharishi, një teknikë e dorëzimit. Respekte për këtë shenjtor të madh të Jani. Faleminderit. Zoti ju ndihmoft dhe Zoti ju liroft nga gjithë çdo barë. Amin, amin, amin.